Me që jemi te Raman Morinja, e përmene, Raman Morinja vdish si shqiptar a si tradhtor? Raman Morinja atëre ka qenë mas i shkojshin kuadrat për i tëna republikave, për 74 të së më duket të nuk isha këtu, si një prej 8 zavens Ministrit Federativ të Policisë. Të dhe të njëshin kur ndodhen ato ngjarjet dhe u fokusu Jugoslavia kinse për të ndihmu me stabilizu gjendjen, e në përmes Federatës Serbia, Rahman Marinën e këthyn këtu, e bënën sekretar shef sigurimit shtetënor, dhe ai qysh kur ka qenë Beograd, si thonë të na ja kanë shkel bishtin e kanë zonë dishka ngosht, dhe sa ka qenë këtu, në vërtet ka qenë në shemen në shërbim të Beogradit, dhe ma në fund, kur ndodhi thymje e madhe, krejt shqiptarët me njën, ndodhi okupacioni klasik i Serbisë këtu, ai meti në shemen e Serbisë, pas një shqiptar nërgjeshëm edhe normal për rrëdh veti, dhe si i tilë të një dhe vdiq. Vdiq? Shpesher është përflit për vdekjen e ti që jo e kanë elmu, jo e kanë vrojë. Jo, për jonë që kum pa në rëtë kë egzistojnë gjerimet se e kanë pas atë mbledhjen e fundit, më duket ishte shtatori 90-ën. Ishte një 6 muaj që kisha dalë pe i burgu, të në i përcilësha ato zhvillime, konferenca krajinore e lidhjes komunistëve të Kosovës si e fundit, ku synohej të nrohej emni, dëmohet Partia Socialiste e Serbisë për Kosovë e Betohi, si pjesë e Partisë Socialiste Serbisë që transformun lidhën e komunistëve të Serbisë Slobodan Miloševići. Me sa di unë, Rahman Marinës ja kishin pregadit një vend punë në Ministrinë e Punëve të Brendshme Serbisë në shenjt falenderimit që ja u ka kry të në punët e pista këtu, dhe atë ditë e ka funi i mbledhjes, unë e kështu e kom ditë privatisht që ja i ka pas do probleme shëndetësore me zemër aty, edhe shihet a i gjerim një kamerë, ka nejt e kyqën, dishka i bjet legë, unë dërprej mbledhja, e kanë qunë mramje dikun mas një 4-5 orëve, kanë konstatu që vdes, s'ka të kur farë misteri. Kur jemi të